Duhet prokuroria së pari të miret me çato prova, me i vërtetua janë të vërteta apo s'janë të vërteta. Qysh kanë përfundu paret në një hapësirë të modifikuar në furgon? Do të vërtetohet edhe ajo me hetime. Në rast se ju po thoni që juve ju ka kontaktuar një person i cili pretendon se parat janë të tija, a ka thonë ai herë ose ju ka thonë që ka me bo kërkesë me kthy paret atij? Duhet prokuroria së pari të miret me çato prova, me i vërtetua janë të vërteta apo s'janë të vërteta. Momentin kur vërtetohet që janë të vërteta, normal që do të kërkon edhe kthimin e mjeteve. E qysh kanë përfundu paret në një hapësirë të modifikuar në furgon? Do të vërtetohet edhe ajo me hetime. Pse, qysh, tek. Krishnek? Absolutisht, arsyeja pse e thash që këto duhet në indicet e para do duhet të ishin mjetet të fituara në mënyrë të kundërligjshme, është e para është bunkeri. Pra, kërkush nuk i merr parat të cilat mundet me qarkullu lirshëm, pra vetëm tu i deklaru në kufi dhe tu i deklaru që mund mi kalu tranzit prej Kosovës në pjesën. A bunkerët pikërisht për këto? Bunkerët janë hapësira të cilat janë të dedikuar me transportu mjete apo elemente të kundërligjshme të cilat nuk mund me u pa me sy të lirë. Dhe keni parasysh që ky bunker është identifikuar vetëm për faktin që dogana e Kosovës është financuar prej Shtetit Bashkuar të Amerikës me bazë pajisje speciale që i zbulojnë këta bunker. Pra na nuk e dim nëse kjo makinë ka kaluar herave të tjera në Kosovë me bunkerin e njëjtë dhe nuk dim sa herë ka mujt me bardh sasi të njëjta të mjeteve dhe personi i cili avokati po e përmend nuk e dim nëse edhe herave të tjera ka transportuar miliona të përdorur të njëjtën pajisje dhe të njëjtën teknikë, pra këto çështje duhet me u hetu edhe me u trajtu sepse kemi parasysh vetura ka ardhur prej vendeve të BE-s, në BE me i marrë 1 milion euro cash është bukur problematike, sidomos kur atje ka një sistem bankarit, që në rast se shkon mi marr parat në bankë 1 milion, ka deklarime bukur strikte dhe lëvizja e keshës në krejt Evropën është me procedura shumë strikte. Ajo që këtu na po shohim është që e para është një shumë e madhe dhe shuma, nëse unë nuk gaboj, është shuma më e madhe e mjeteve financiare të konfiskuara me një operacion të transportit. Ajo që prokuroria nuk ka mri në indicjet e para me zbulu është cila vepër penale e ka sjell këtë benefician financiar, pra nuk dim a janë paret se cilat kanë mujt mu fitu prej drogës, prej prostitucionit, prej kontrabandet me njerëz të tjerë. Prokuroria që këto para mund të jenë. Vepra bazë është shpërlarje parave. Pra vepra bazë është janë marrë paret, kanë pas me ardhë në Kosovës në Shqipni për me u shpërla, për me u fut ilegalisht në treg. Kjo është arsyeja pse unë mendoj që në këtë rast ish dashur mi pas një hetim shumë më të shpejt, shumë më të detajum dhe shumë më kompleks për me mri me zbardh krejt procesin.